Të nderuar vëllezër besimtar, format e ligjerimit të cilat I ka përdorur Allahu I lartësuar në Kur'an janë interesante. Interesante janë mënyra se çysh I përdor Allahu ajetet. Forma se çysh I thirr njerëzit, me çfarë fjalë ju drejtohet, me çka I josh dhe me çka I kërcënon. Mirë po, është një metodë e veçantë, të cilën e ka përdorur Allahu I lartësuar, e që është betimi. Allahu në Kur'an, në disa vende, para se me I shpjegu njerëzimit diçka të rëndësishme, fillimisht është betu. A ka pas nevojë Allahu mu u betu? Që me na dëshmu neve se është e thonë të vërtetën? Asesi, e din që çdo musliman e din se Allahu, wa man asdaqu min Allahi qila, kush flet më saktë se sa Allahu? Kush është më I sinqert në fjalët se sa Allahu I lartësuar? Mirë po ja që Allahu po e përdor betimin. Edhe po betohet për ty edhe për mua që me na bindë dhe më tepër se ajo që do ta përmendi që tash pas betimit është diçka shumë e rëndësishme për ty. Është jetike për jetën tënde, për fetarinë tënde dhe për dunjallëkun tënd. Kështu Allahu në surën Fajr, njëra prej betimeve është surën Fajr, të cilën e fillon Allahu I lartësuar, ku thot wal fajri wa layalin 'ashrin wash-shaf'i wal-watr wal-layli idha yasr, 3 herë betohet. Mon 3 ajete betohet rën. Mirë po, neve po na intereson ky betimi I mesëm. Ajeti I mesëm. Allahu thot pasha agimin. Ferkun e sabahit që e ka thonë klesht. Mëngjesi I hershëm, në të cilin bjen bereqeti, në të cilin vinë melashet prej qiellit, po kjo nuk është temë e jonja, edhe ata të cilët e kanë marrë këtë betim, edhe e kanë kuptuar këtë betim të Allahut të lartësuar dhe kanë punuar me to, Allahu ju ka çuar bereqet në jetën e tyre, në punën e tyre, në familjen e tyre dhe çdo gjë tjetër. Pasha agimin, pasha 10 netët. Allahu thot pastaj thot pasha çiftin dhe pasha tekun, çift dhe tek. Çka janë çto 10 net ose 10 ditë që po betohet Allahun tu? Ne kemi pas një dhjetësh të arit ose të diamantit me thonë, e që ka kalu 10 ditë që I fundit I Ramazanit. Këtu sigur që nuk është për qëllim 10 ditë që I Ramazanit këto 10 net, është për qëllim një 10 tjetër. E shumica e komentatorët Kuranit thonë është për qëllim 10 ditë që I parë I muajit Dhul-Hijja. Me thonë më ndryshe, mëndet para Kurban Bajramit e bashkë me ditën e Kurban Bajramit bëhen 10 dhe rrafshohen. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, këto ditë janë ditë më të mira në të cilat rrezon dielli I Allahut. Don përderisa s'ka ndodhur kiameti, se kur ndodh kiameti prishet rrezatimi I diellit, se dielli e ndron kohën. Ama përderisa s'ka ndodhur kiameti nuk ka ditë më të mëdha, edhe nuk ka ditë më të vlefshme tek Allahu sa këto 10 ditët në të cilat jemi na sot jemi në ditën e 3 për këtyre ditëve të mëdha. Tash dikush mund të më na thonë hoç apo jesim ditë e Ramazanit, 10 ditë që I fundit të Ramazanit, apo që ky 10 ditë është po jetë më I vlefshëm. Kjo I ka bërë problem edhe dietarëve, të cilët pas një hulumtimi të gjatë, pas një mundi të gjatë për me I shpjegu këtu, kanë ardhur përfundim se këto ditë në të cilat jemi na, si ditë janë më të vlefshme të dunjos. Ndërsa te Ramazani atje netët janë më të vlefshme. Këtu I kemi ditë, atje I kemi net. 10. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wassalam thot: "Ma min ayyam al-amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ashr." Nuk ka ditë, gjëre mirë. On çfarë për kufizimi ja bën pejgamberi alayhi salatu wassalam këtyre ditëve. Nuk ka ditë në të cilat puna e mirë te Allahu është më e dashur se sa ajo që bëhet këto 10 ditë e Dhul-Hijjes, në të cilat jemi na. Njëri thotoi dërguari Allahut, as lufta në rrugt të Allahut, për arsye se lufta ka qenë ajo forma më e lartë e sakrificës, se njeri në luftë del edhe llogarit që ka më vrarë, sikur se kemi pasur në luftën, edhe ata që janë shkuar në luftë, ata e kanë llogarit që kanë mundë edhe më vrarë dhe janë vrarë shumë prej tyre, Allahu I pranoft dëshmorë shahid. Thot oj dërguari Allahut, as lufta nuk ja ka lënë këtyre ditëve në rrugt të Allahut, thot as lufta në rrugt të Allahut nuk mundet me ja kalu punët mira në këtë ditë. Subhanallah. Edhe më të shumë po shkon tu e nxjerr në pa vlerën e këtyre ditëve pejgamberi alayhi salatu. Pa pos një person mund të më kalu. Mund të më kalu dikush punët mira, e ajo është ai I cili e merr kret pasunin, edhe niset për në luftë, vritet edhe harxhon pasuninë edhe s'kthen te shtëpia kurrë. Kush mund të bëjë këtë? Troll të hiç. Thon çka, sun pjakalejka me punë tjera të mëdha, sun pjakalejka dikush kërkujt atij I cili bën punë të mira në këtë ditë.
Të ndëror vëllezër, këto ditë, pastaj është edhe një ditë tjetër e madhe. E ajo i paraprin Kurban Bajramit që është dita e Arafatit, na i themi nota e Bajramit. Kjo ditë është e madhe. Kjo ditë është e madhe, thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, nuk ka ditë në të cilën Allahu liron robët e tij prej zjarmit të xhenemit, që janë kanë në regjistër xhenemlive, edhe i liron prej kësaj liste, edhe i nxjerr i ban xhenetli, nuk ka ditë që liron më tepër sa këtë ditë. Deri sa thon ditën e Arafatit, Allahu zbret qiellin e dunjas, edhe i thot me laçë, "Këshirni robët e mi." Është fjala për në Arafat. "Këshirni robët e mi." Qysh kanë ardhur? Edhe po mlusin, edhe po bojnë dua, edhe janë ardhur, kanë lënë gjithçka mbrapa, edhe kanë ardhur më mlut këtë vend, unë ju kam dëshmitar që i kam fal këta njerëz. Pse këto ditë janë të vlefshme? Pse janë kaq të vlefshme? Më të vlefshme edhe më të mirat, edhe më të dashurat tek Allahu i lartësuar. Edhe puna e mirë të është më e dashur tek Allahu, sepse thonë dietarët, në këto ditë mlidhen pothuajse ton më punë të mira që nuk mlidhen asnjëherë tjetër. Në këto ditë, të nderuar vëllezër, kemi agjerim. Dita e Arafatit, po edhe këto ditë tjera. Në këtë ditë kemi haxhallakun, që e bojnë ata që janë shkuar haxhallak. Në këtë ditë e kemi kurbanin. Në këto ditë kemi edhe sadaka tjera, të formave tjera. Në këtë ditë e kemi edhe Bajramin, që falet, që është festa. Krejt këto adhurime e ibadete janë mbledhur këto ditë që nuk mlidhen ditë tjera. Edhe për ata janë më të vlefshme. Andaj të nderuar vëllezër, kur i dëgjojmë në këto fjalë, kur i dëgjojmë këto premtime kaq të mëdha të pejgamberit alayhi salatu wasalam, ana shkon, ana ka hije më u tregu dembela, edhe mos me lëviz këto ditë, edhe mos me voni punë të mirë, ose mos me i shtu punët e mira që i kemi mos me i shtu, vallahi humbje e madhe është. Sepse s'ka punë që e bën në këtë ditë, punë të mirë, që Allahu e don më tepër jashtë këtyre ditëve se në këtë ditë. Namazin që e fal në këtë ditë, Allahu e don më shumë se namazin që e fal jashtë ditëve tjera. Matematikë e thjeshtë. Sadakën që jep këtë ditë, Allahu e don më shumë se sa me dhon ditëve tjera. Mirësinë, zemërgjërsinë, respektin ndaj prindërve, moralin e mirë që e tregojmë këtë ditë, Allahu e don më shumë se sa jashtë këtyre ditëve. Edhe pse këto janë punë të mira që i don Allahu, më këto i don më tepër këtë ditë. Andaj çka na mbetet neve? Neve na mbetet me udhëz maturat. Edhe me hik demelin, edhe me këshir se çka muj me bone. Sot është dita e tretë e këtyre ditëve. Deri në tajtën e kemi ditën e 9, ditën e Bajramit, mo rumbullaksohen këtë dhëçe. Çka do të me bone? Çka muj me bë këtu? Do të më qit do pika. Po agjeroj, agjerimi këtyre ditëve është shumë i dashur tek Allahu, sepse pejgamberi alayhi salatu wasallam, sidomos për ditën e Arafatit, natën e Bajramit, thotë kush agjeron Arafatin, bëni mirë. Një ditë. Kush agjeron Arafatin, Allahu ka mja fal gjunohet e 2 vjetëve. Vitit kalom edhe vitit që vjen. Me një ditë që agjeron Allahu të shkun prej gjunoheve. Pse? Se Allahu po don më na fal. Po don më na marr pa gjunohe neve. Pastaj ka thonë Allahu i lartësuar që kur besimtari merr avdes për më fal, pika e fundit që i vjen prej trupit ku i kalo pjesë duart e fytyrën, me to bin gjunohet, rrokullisen gjunohet me to. Namazi deri namaz, xhumoja deri në xhumo, hutbja deri në umra deri në umre, haxhi deri në haxh, i fshin gjunohet mes. Allahu po don me na i fshin gjunohet neve o musliman. Vëllazni, Allahu po don me na i fshin, sidomos këtu ditë më dhoja. Ai i cili nuk fshin diçka prej gjunoheve të veta, edhe nuk shton prej mirësi, po i punëve të mira në këtë ditë, Allahu kur ka më i vogël. Kur ka më i bën? I bën ashta, mirë po e humb një shans të madhe. Po i humb do ditë që Allahu gëzohet shumë më shumë për punë të mira se sa kur t'i bëjmë jashtë këtyre ditëve. Andaj agjerimi i këtyre ditëve, madhërimi i Allahut, tekbir, Allahu akbar, Allahu akbar. Këto janë ditë e madhërimit. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, lillahi alhamd. Thuaj, nëse e din thuaj ka ç'kesh. Thuaj në veti, thuaj me zon, thuaj pa zon, sepse janë ditë e madhërimit. Ditë e agjerimit, ditë e sadakës, ditë e mirësjelljes, ditë e lutjes. Sa kemi nevojë për lutje na, sa njeri na pret mu lut për ta, sa prind, e sa jaronat, e sa vllaznime, sa dashamirë kemi përcjell për botën tjetër. S'mujnë më lutet ata. Nuk mujnë me ardh me shfrytëzuar një moment sikurse na që kemi sot edhe me thonë Allah fal. Na do të më thonë për ata Allah fal ata që kanë kaluar para neve. O Allah, baba jam ka ardhur te ti e falës fale, nona jam çështo, Allahu ai tjetër. Mu lut për ta. Me bodo. Pastaj të ndëror vëllezër po e rrumbullaksoj krejt këto me 3 porosi që i nxjerrim për këtyre ditëve. Çfarë porosie po don më na i thua Allahu neve përmes
këtyre ditëve që i ka bë kaq të mëdha. A e kemi kuptuar porosin? Kur dikush na flet pak si për rrotlla, të ne ka dosh me thonë diçka. Na e kena marrë vesh mesazhin e tij. A e morëm vesh mesazhin e Allahut sepse i ka bë këto ditë kaq të mëdha, edhe veprat e mira këtu i ka bë kaq të dashura tek ai. 3 porosi. Çka ku mujt me nxjerrën. Porosia e parë është Allahu po e tregon madhështinë, bujarinë edhe mëshirën e madhe që e ka. Mëshirën e vet, Allah i ka bë këto ditë kaq të mëdha. Edhe një punë të mirë, to kaq shumë e rrit Allah dhe kaq shumë shpërblen për to. Kjo është bujari e madhe e Allahut të lartësuar. Kjo është një mëshirë dhe një rahmet i madh i Allahut, i pakufishëm. Porosia e parë. Porosia e dytë, Allahu kaq shumë e don agjërimin. Ninimin e do shumë, sepse me agjëru një ditë Allahu po i fal gjunat e vogla 2 vjet. Do 2 vjet çka ka gjunat për një ditë Allahu të i fal. Pse? Sepse e don shumë agjërimin. Porosia e tretë e këtyre ditëve është se Allahu po don më na fal, o musliman. Allahu është insistues që më na fal neve, më na mor pa gjunohën botën tjetër. Edhe për ata po thot agjëroni ditë se unë t'i fali gjunat e 2 vjetëve. Pastaj ata që janë në Arafat, Allahu ja fal gjunat, namazit dhe namaz, i fshin gjunohat, xhumoja deri në xhumo, ai punë të mira. Allahu po do më thonë, o musliman, unë jam interesuar më të marr ty në botën tjetër pa gjunohe, që kur të më takosh ti me më taku kryet lart, jo me ul kryt, jo i nënçmum, mirë po krenar me faljen që ta kombone edhe me punët e mira që kemi. E Allahu do më na fal. Na, a jemi duke kërku faljen e Allahut? A jemi duke i thënë Allahut falem veç me gojë apo jemi edhe duke e lyp faljen e Allahut edhe me vepra? Andaj të nderuar vëllezër, po i kuptum këto 3 mesazhe mirë. Edhe po punum gjatë këtyre ditëve me këto 3 mesazhe të Allahut të lartësuar. Pastaj edhe pas këtyre ditëve vazhdojmë me to, vallahi khairi madh. Nuk ka khair më të madh. Nuk ka mirësi më të madhe që Allahu ja zbret robit vet se sa me e kuptu mesazhin e Allahut të lartësuar, e sidomos mesazhi i këtyre ditëve të mëdha. Ti shfrytëzojmë këtë ditë. Të lutemi edhe të bëjmë ato vepra të cilat i përmendëm, ndërsa ne lutim Allahun e lartësuar që veprat e mira të na i pranoj edhe të na i shpërbëjë ato. Gjunat na i fal. Allahu të gjithë ata të cilët kanë skamje, ti pasuroj. Ata të cilët kanë smundje, Allahu t'i shëroj. Të vdekurit, Allahu t'i mëshiroj. Të gjallëve, Allahu t'i jap sabër, t'i jap udhëzim, t'i jap dignitet dhe t'i bëj të fortë në fe. Ata të cilët kanë frikë, Allahu t'i siguroj. Ata të cilët janë të uritur, Allahu t'i ushqej. Ata të cilët janë të zhveshur, Allahu t'i vesh dhe t'i mundsoj pasuri. Ata të cilët mbahen në burgje pa drejtësisht, Allahu t'i liroj, ndërsa ata të cilët vujnë nga zullumi i tjerëve, Allahu nga zullumi t'i liroj dhe në paqe dhe siguri t'i bëj që t'jetoj. Aqulu ma sami'tum astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.